Demokratët risillin në vëmendje akuzat në adresë të ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri për përfshirjen sipas tyre në trafik droge. Kreu i grupit parlamentar demokrat Edi Paloka tha se ministri Tahiri është korraca mbrojtëse e trafikantëve. Ministri i Brendshëm jo thjesht u ka dhënë makinën dhe imunitetin njerëzve të tij, bandës sabilave, por ka dashur të thot policëve, hetuesve dhe agjencive të zbatimit ligjit se këtu jam unë. Kjo është linja ime e drogës, prandaj qëndroni larg. Paloka, duke renditur sipas tij mëkatet e Tahirit, bën thirrje për protesta kundër qeverisë. Qytetarët janë thirrur tashmë të bëjnë zgjedhjen e tyre. Do ta lejojnë krimin që bën krenar Ramën sundoj apo do të vendosin drejtësinë, lishmërinë, rendin në këtë vend. Zgjedhja nuk ka qenë asnjëherë më e lehtë. Akuzat e demokratëve kanë marrë përgjigje përmes një statusi në rrjetin social Facebook nga vetë ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Me ironi ai shkruan se duhet të kishte falenderuar PD-n që herët në mëngjes, por se nuk beson se ata mërziten për falenderimet e vonuara, për shërbimin e vyer që i kryejnë duke i bërë jehon të përditshme sukseseve të policisë së shtetit, me shumë mirënjohje për shqypistat, përfundon mesazhin e tij ministri Tahiri.